Vleni konfirmoi emrat e ministrave të ri, Jeton Shasivari, Sedat Sulejmani e Agon Ferati do të udhëheqin ministrin e drejtësisë, kulturës dhe atë për marrëdhënie ndërmjet bashkësive. Vendimin vlen e ka sjellë mbrëm pas mbajtjes së presidencës së saj. Pas mbledhjes së mbajtur të presidencës së Vlenit, vendosëm që të nominojmë emrat për ekzekutivin e ri, duke filluar nga Ministria për marrëdhënie midis bashkësive, të cilën do udhëheq Agon Ferati, Ministrinë e Drejtësisë do udhëheq profesori mirënjohur universitar Jeton Shasivari, Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit Sedat Sulejmani. Ndërkaq bën me dije se në përbërjen e re qeveritare vazhdojnë të ushtrojnë detyrën Bekim Sali si zëvendës kryeministër i parë dhe ministër për çështje europiane, Besar Durmishi si ministër i ekonomisë dhe punës, si dhe Muhamet Hoxha si ministër i mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësiror. Këto emra kishte ditë që përfliteshin nëpër media, megjithatë nuk u zyrtarizuan nga Vlen deri të mërkurën vonë. Madje nuk pranoi t'i thotë as kryeministri, megjithse tha se i ka emrat e ministrave të ri. Të martën VMRO-DPMNE mbajti komitetin ekzekutiv të partisë, pas së cilit e zyrtarizuan rikonstruimin e qeverisë. Në këtë rikonstruim Vlen e la Ministrinë e Shëndetësisë që udhëheq Azir Aliu dhe Ministrinë e Politikës Sociale me në krye Fatmir Limanin, i cili në emrimin e tij në këtë post para 2 vitesh ishte pjesë e Vlenit, ndërsa u shkri edhe posti i zëvendës kryeministrit për qeverisje të Mirar Ben Fetajit, i cili pak kohë më parë dha dorëheqje.